Selamu alaikum wa rahmatullah. Allah ferit. Sot në lami gjallut. Allah e mshiran inshallah me gjenet e gëzan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkoj ke dikun me pa çka thëjke. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. E Allahut është ajo që e ka dhon, e Allahut është ajo që e ka marr. Wala tasbir wala tahtasib. Bën sabër dhe prit e shpërblimin mbi Zotit. Kullu shay'in indahu bi qadar, sepse çdo gjë te ai është me kader te Allahu xhelal. Edhe thot Allahu i madhëshëm, wa bashshiri sabirin, jepi mirë çdo durimtarve, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atyre që kur i godet ndonjë fatkeqësi, thënë te Allahu jemi dhe te ai do kthehemi. Andaj inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajilutën Allah inshallah advor ku e vendosëm me bon bashkë xhenetit. E ju i jep sabër dhe gayret. Po të ngushloj ty mollaferit për vdekjen e Mixheslut, se përveç se ke pas miq, e ke pas edhe shok. E ke pas edhe kratë gjallë, punë të shtëpisë e familjes. E tash çdo sen e ka caktimin e vet. Ka që pas ka pas Mixhelut me dek, po me dek në Ramazan, natën 25 Ramazanit, me dek të marr abdes, mu bogati me fal sabaj. Kjo është pishenjave të mira e të fundit mirë. Për shutja, jo për smutje. Veç e ka shlu lak i kompës edhe ka dhënë emanet. Allahu akbar. Se thotë të menu na që më sirat fikta. Të shfat fikta e rritë fikë zonë emanet. Teresa e konstaktoj mjekësia dhe të vdekjen e tij. Që s'mushim me ditë na më si ka rat fikta ka vdek. Do thotë një vdekje e amël e mirë edhe një vorrim i amël i mirë me të gjitha kushtet. Inshallah Allah e ka bën nasib xhenet. Amin, amin. Duaja jonë për te është që Allahu me gëzu me xhenet. Uzap, Allah inshallah të jep sabër e gayret për Mixhelut. Se gjithë familja juaj, domethënë me gjithë është sjellje mire, e veçoria e Axhelutës akon se ai dike me nderu edhe fëmin, edhe të madhin, edhe të rriturin, edhe të diturin, secilit, ja jep ka hakun e vet. Allah e gëzon me xhenet, Allahu jemi ta kena më kthy. E loma i që shkon të Allahu dhe le mas vete fjalë të mira dhe vepra të mira. Axheluta ku ka shku e ka zbukuru me xhlisin. Inshallah taala Allahu dhul xhelal për këtë ato angazhime, aktivitete e gëzon me xhenet inshallah taala. Allah e shpërblen e ju jep sabër e gayret e familjes djemve inshallah taala. Zoti ja leton këtë mërzi e inshallah taala gjithë ata takon xhenet. Selamu alaikum, Allah ferit.